Përshëndetje mi së dashur. Telegram ngushëllimi për familjen Daci. Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të akademikut Nexhat Daci, ish kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe ish kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Akademiku Nexhat Daci ishte profesor i shquar i Universitetit të Prishtinës dhe antar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Ai dha kontribut të rëndësishëm si në fushën akademike e shkencore, ashtu edhe në jetën institucionale të vendit, duke shërbyer si deputet i Kuvendit të Kosovës, kryetari i Kuvendit dhe kryetari i Ashkut në 2 mandate. Ngushëllime të sinqerta familjes Daci, miqve, bashkëpunëtorëve dhe gjithë atyre që e njohën dhe vlerësuan veprën e tij. U preft në paqe. Miq të dashur, me të vërtet kemi humbur një akademik të rëndësishëm, një akademik të njohur në gjithë botën. Kështu që edhe një herë ngushëllime familjes Daci dhe gjithë rrethet e tij të ngushtë e gjithë Kosovës, e gjithë shqiptarisë. Me këtë video ju përshëndes miq të dashur.